Në vitin 1913, konferenca ambasadorëve të 6 fuqive të mëdha, e mbledhur në Londër, përcakton arbitrarisht kufit verior dhe verilindor të shtetit shqiptar. E gjithë treva fushore e Kosovës i shkëputet shtetit të ri dhe i jepet Serbisë, edhe pse shumica e banorëve ishin shqiptar. Fiset shqiptare, Hoti dhe Gruda, ju dorëzuan Malit të Zi, ndërkohë që qytetet e rëndësishme tradicionalisht shqiptare, Peja, Gjakova, Prizreni dhe Dibra, i kalojnë Serbisë ose Malit të Zi. Si rezultat i këtij përcaktimi kufish, i njohur si Protokolli i Londrës, u krijua e ashtu quajtura Shqipëria Londineze, sinonim për Shqipëri të sunguar, e lënë pa fusha pjellore, pa rajone të pasura në minerale dhe burime të tjera. Në këtë datë, miq të dashur, pra me 22 mars të vitit 1992, për Shqipërinë filloi një histori e re. Lëshimi pas lëshimi nga demonstratat e shumta, fuqia absolute e shtetit totalitar u dobësua. Paqëndrueshmëria ekonomike trashëguar, ajo politike e ndryshimeve të vrullshme shoqërore e politike, bën që të binin njëri pas tjetrit njësër qeverish. Partia Demokratike fiton një shumicë vendimtare në zgjedhjet parlamentare të 22 marsit, pas afër 48 vjetësh, komunistëve u mohohet pushteti absolut. Ramiz Aliada dorëheqi nga presidenti i vendit edhe u pasua në këtë post nga Sali Berisha, që u bë kështu lideri i parë demokratik i Shqipërisë që prej kohës së paradiktaturës. Në vitin 1908 lindi Louis L'Amour, autori më i shitur amerikan. Pas vdekjes në qershor të vitit 1988, editori i tij në Bantam Books tha për New York Times se zoti L'Amour, që nuk kishte pirë ndonjëherë duhan dhe ndëroi jetë nga kanceri i mushkrive. Të gjithë 100 librat e Louis L'Amour, 86 romane dhe 14 koleksione tregimesh janë në shtyp dhe rreth gati 200 milion kopje në qarkullim. Ish presidenti Jim Carter lexonte librat e L'Amourit kur udhëtonte me aeroplan dhe presidenti Ronald Reagan i lexonte ato ndërsa merrte veten nga operacioni për heqjen e kancerit në vitin 1985. Bujar Kapitxhiu. Të gjithë e njohim aktorin, regjisorin, skenaristin dhe karikaturistin Kapitxhiu, i cili vazhdon të jep kontributin e tij në artin shqiptar. Bujar Kapitxhiu ka mbaruar studimet për aktor në shkollën e lartë pranë teatrit kombëtar, si dhe kursin e lartë pas universitar për regjisor, po aty. Në vitin 1968 filloi punën si regjisor në Teatrin e Estradës së Tiranës, ku shkroi shumë skeçe, parodi, si dhe humor me karikaturë për organet e shtypit. Është marrë për një periudhë kohe me vizatimet, skenarin e filmave vizatimor, dhe deri në vitin 1985 xhiroi rreth 20 filma vizatimor, në shumicën e të cilëve është skenarist ose bashk skenarist, regjisor dhe piktor. Mes tyre, spikat edhe Pipi Ruku, personazhi i dashur për fëmijët i ndërtuar prej Bujar Kapitxhiut. Pas vitit 85, Bujar Kapitxhiu i u përkushtua zhanrit të kinokomedisë, duke ushquar për individualitetin e spikatur. Në një kohë mjaft të shkurtër, xhiroi 4 filma artistik, 2 hermat në vitin 86, Tela për violin në 87-ën, Stola në park në 88-ën, edhe ashtu
edhe kështu në vitin 1989. Vazhdon të jetë aktiv me karikaturat e tij në Shtypin e ditës. Ju urojmë zotit Bujar Kapixhiut të bëhet 100 e të ketë shëndet. Më 22 mars të vitit 1832, ka ndëruar jetë shkrimtari i madh gjerman Johann Wolfgang Goethe. Goethe ishte jo vetëm një penë e zjarrt e poezisë gjermane, por edhe një dramaturg e publicist i disa veprave letrare me tematikë shkencore. Pas vitit 1776, Goethe mori përsipër edhe detyra politike. Krijimtaria letrare e Goethes përmban një numër të konsiderueshëm me poezi, drama, tregime e novela. Përveç tyre ai ka publikuar edhe një numër të shumtë dërshkrimesh autobiografike, estetike, artistiko-letrare, si dhe shkrime me përmbajtje nga fusha të shkencave natyrore. Një rëndësi të konsiderueshme për letërsinë kanë edhe korespondencat apo shkëmbimet e letrave, gjë të cilën ai e bënte me shumë pasion. Goethe njihet edhe sot si një nga figurat më të shquara të letërsisë gjermane dhe asaj botërore.